Këngëtari shqiptar që u largua në 1997-ën, Ndihem grek, nga Shqipëria mbaj mend vetëm të shtënat me armë. Këngëtari shqiptar Kristos Sandikaj ka kujtuar fëmijërinë e tij, konkretisht periudhën kur u zhvendos nga Shqipëria në Greqi me familjen e tij. Këngëtari ka rrëfyer për mediat greke se nuk është ndjer kurrë si i zhvendosur pasi është rritur në Greqi dhe ndihet grek. Kujtimet e tij për Shqipërinë janë të pakta, si pushkatimet për shkak të luftës civile. Lidhur me vendimin për t'u larguar nga vendi i tyre, Kristos Sandikaj ka shpjeguar se ai është marrë brenda natës pasi nuk kishte zgjidhje tjetër. Kam lindur në vitin 1994 në Shqipëri dhe kam ardhur në Greqi në vitin 1997. Kam ardhur këtu në moshën e djalit tim, vogëlush. Nuk mendoj se jam larguar nga shtëpia sepse nuk e ndjej. Më duket sikur jam grek dhe jam rritur këtu. Të vetmet kujtime që kam janë të shtënat me armë zjarri, sepse ato kanë filluar edhe në qytetin tim, ka thënë ai.